Opozita do të rikthehet në shesh këtë të martë në protestën e tretë kombëtare për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe dorëzimin e Belinda Ballukut përballë drejtësisë. Demokratët janë thirrur të bashkohen në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara selisë së kryeministrisë në orën 17. Kryetari i PD Sali Berisha ka deklaruar më herët se 10 shkurti do të jetë dita e kryengritjes paqësore, duke shtuar se ky tubim do të trondisë qeverinë nga themelet, por skenari i protestës është ende i paqartë. Për të garantuar rendin dhe sigurinë, në terren do të angazhohen 1350 efektiv policie dhe gjithashtu do të bllokohet lëvizja në disa segmente rrugore. Nga ora 15 deri në përfundim të tubimit, nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza. Si edhe do të jetë i bllokuar qarkullimi në rrugët Ukraina i Lirë, Papa Gjon Pali II dhe Ismail Qemali. Në varësi të zhvillimit të protestës, mund të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve edhe në akse të tjera rrugore. Ndërkohë, ambasada e SBA-s në Tiranë u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë që të tregojnë kujdes dhe të shmangin tubimin e opozitës, sepse mund të ketë përshkallëzim të situatës shpejt.